Po, madje personat të cilët përjetojnë këtë palumtërinë të cilën jemi duke folur, shpesh shkruan edhe në studime që janë persona që janë të lodhur emocionalisht, po thjesht nuk e dinë. A do doja shumë të ndalesh Antigon te kjo pjesë. Unë jam e sigurt që në ditën tënde, në klinikën tënde, çdo ditë ke persona të cilët shpesh vinë thonë nuk jam mirë, por nuk e di çka kam. Kjo na ndodh krejtëve, më ka ndodhur edhe mua, besoj edhe ti që je psikolog, sepse kalojmë her pas here në një lëvizje hormonale që është e pashpjegueshme. Pse na ndodh kjo lodhje emocionale që nuk e kuptojmë dhe na jep palumturi në momentet më të mira të jetës? Shiko, na kemi një dëshirë, Sara, me bo një profesion caktuar. Për shembull, po. Edhe fillojmë, jemi entuziast në ato fillimet, e bëjmë mirë, shijojmë, dhe na ka plëna e rutina, ka lënë një kohë gjatë, nuk ka një ndryshim. Ndërkohë që na, si njerëz rritemi, zhvillohemi, ndodhin disa ndryshime në jetën tonë, sidomos për shembull është mosha rreth 40-ave kur ndodh një pjekuri, edhe kur bisedojnë, sidomos me gratë në atë moshë, thonë tash për di çka du, tash jam një person tjetër, tash mua nuk toleroj këto, nuk toleroj ato. Dhe ndërkohë, rutina jonë është e njëjtë, e na kemi ndryshu. Kjo gjëja s'po na bën më të lumtur, por na nuk kemi bënë ai ndryshim në jetën tonë. Dhe thjesht na ka kaplu ai stresi, ajo rutina e ditëve tona, dhe nuk na ka leju kohën që na me reflektu me veten tonë, me bë update. Se sikur në teknologji me përditësu emocionet, me përditësu dëshirat tona, ato çka unë du tash. Deri dje kom dash diçka tjetër, sot muj me hup interesin, muj me dash diçka tjetër. Ndërkohë që jam tu e bot diçka që s'është më interesu më, që më bën palumtur. Dhe po, ka raste kur vinë dhe thonë nuk po ndjena mirë, e kam familjen, financat i kam në rregull, nuk kam diçka që po më shqetëson në kuptimin e asaj që ka supozohet me qenë i lumtur, po unë nuk jam të ndje mirë. Dhe kur shohem, ka diçka të vogël që për shembull personi veç thjesht nuk pi pëlqen, mo ka mri me pas qëllime tjera në jetë, po s'ka reflektuar dhe si ja ka hap qatë derë vetës vet. Me thonë pret se po më isha, për shembull e kom pas një biznes deri sot, se më kujtur një rast, e kom pas një biznes deri sot, edhe shumë mirë po shkon biznesi, në duket parë, po duket pa lidhe me mbyll qatë biznes. Po unë po du diçka ma shumë, sa ishtë një biznes i vogël, unë e një vetën, një më zhvillu, po du diçka ma shumë. Edhe kur e diskutoj me njerëzit, po du me mbyll biznesin, thojnë, a i qmenë që shme mbyll, po të hecë mirë. Po ka të bëj me çka po ndjej unë, çka po duhen tash. Dhe kjo e ka bu për shembull pa lumtur. Një diçka që në sy të tjerëve ish dasht personi me qenë i lumtur për atë që e ka, që e gëzon.